Përshëndetje të gjithëve nga një ditë tjetër këtu te makina, por kemi marrë makinën e re. Kemi marrë makinën përfundimtare. Është një Renault shumë e bukur. Faktikisht do duhet ju bëja një unboxing, sepse ja dhanë edhe të re Klajdit. Ora është 8 e mëngjesit edhe jemi nisur drejt aeroportit. Do shkoj në Greqi. Nuk kam mbajtur fare këtë vit në Athinë. Bërëm pushimet vjet në Gush në Greqi. U ktheva nga data 2-3 shtator në Itali dhe që atëherë nuk kam mbajtur më në Athinë. I kam takuar prindrit, akoma më shumë Eleanën, kam mbajtur shumë herë në Shqipëri, por nuk kam vajtur fare në Greqi. Edhe të jemi realist, Greqia më mungon tepër. Është vendi që jam rritur, e kam në zemër edhe Greqin. Më mungon të dal me shoqet e mia të pi një freddo espresso, më mungon të mblidhem me kushurinë, patjetër prindri, të haj një sufllaqe të hajrit, të bëj një ditë dete edhe unë më në fund. Unë e shkreta burr, po. Burim nuk vjen dot sepse punon, sepse është shtylla e shtëpisë edhe shtylla, duhet bëj shtyllën. Kam thënë ma lër mua rolin e shtyllës, ta marr unë pushim. Kur ma ke thënë se për këtë përqesh, nuk përqesh se të bësh ti shtylla e shtëpisë. Unë e di që ti mund të bësh. Mos më bëj rage bait. Po, shtylla do shtylloroj, derisa ndihmos shtylla do shkoj të bëj ca ditë pushime që është lodhur nga puna. Dje ishte një tjetër e shtun, proteste në Shqipëri, ka kaluar muaj, nuk e di po e prisnim, të gjithë ne nuk e di po e prisnim, edhe juve që jeni në protestë çdo ditë nuk e di po e prisnit që do ndodhte kjo. Edhe shpresoj realisht që të vazhdoni të rini në rrugë derisa të keni një përgjigje për gjërat që ju kërkoni. Nuk është normale të bëhet një protestë dhe kryeja mos jap asnjë përgjigje serioze, realiste po them, nuk po flas për rage baitin që bën ai. Ato nuk janë përgjigje. Dje protesta u bë e madhe, ka filluar edhe dhuna nga ana e shtetit, sepse kur nuk ke argument që të flasësh, edhe kur e di që nuk mund të mposhtësh me logjik diçka sepse nuk ka logjik ajo që do thuash, ç'a bën gredor si fëmijë. Një ditë që dolët juve në protestë në drek, edhe jo mbas dite, edhe i dhat bezdi që i mbyllët në parlament edhe direkt hodhën në sprajtin për syt, edhe ujtin, edhe policia doli, edhe dhunovi, edhe njerëz futën në paraburgime, edhe me një tek puldite që i nxorët nga komfort zoni tyre, sepse vërteta është që sipas meje, po duam të kemi përgjigje nga shteti, do duhet të protestonin njerëzit në mëngjes. Kështu që të fillojnë të bllokojnë rrugët, mos mund të lëvizin transportet publike, mos mund të hapen zyrat e shtetit. Duhet të ekzistoj diskomfort në këtë situatë, që të vihet në vështirësi shteti të duhet se s'bën të gjej zgjidhje. Ndërsa me protestën e mbasdites, problemi është që ata nuk janë në parlament, njerëzit nuk janë në punë, edhe nuk krijohet kjo diskomfort. Do me thënë, po, okay, patjetër që janë shumë njerëz jashtë që kërkojnë të drejtat e tyre, por si po e shikoni, kalovi muaj edhe nuk e se po intereson shumë që t'i japën përgjigje ata. Një tek puldite që i mbyllët në parlament e pa çfarë u bë. E nuk po them që të bëjt ditën protesta e të bëjt e dhunshme, gjithmonë paqësore. Vazhdoj të jetë. Bërëm një pushim të vogël sepse na ra kamera, edhe me sa pashdi një grup njerëzish vajti te komisariati edhe thyevi dritare dyre njërin e tjetrit. Jam pro kësaj? Jo, por nuk jam as pro që policia të fusën para burgim njerëz që nuk kanë faj. Sa më është dimsur ai babai që futën brenda që ka çunin me problem brenda shëndetësore. Çfarë pune ka ai njeriu në para burgim? Por e dini çfarë më pëlqen që brenda 24 orëve u mblodhën 150.000 euro për këtë njeriu. Për fëmijën. E mendoj shumë e rëndësishme të mblidhemi edhe të bëjmë diçka mirë për një njerëz që realisht ka nevojë se sa të rime të paguajmë hyrje, bileta në për koncerte 30-40.000 lekë. Se ashtu mblidhen lekët, 30 ti, 40 tjetri, 20 tjetri, bla bla bla. Ashtu mblidhen, avash avash. Po se sa të japëm në koncerte për këta njerëzit që si ju thash e më përpara nuk janë me popullin e thjesht, as virtualisht, por as edhe aty në shet, të dalën edhe ata edhe të hecen edhe të frymëzojnë. Sa të pasurojmë xhepat e këtyrve, më mirë ja japëm njerëzve që realisht kanë nevojë e kanë hall. Kamera ime ka vendosur sot të thyet, se nuk e di çfarë po ndodh. Po thosha pro dhunës nuk jam, por edhe që të na shkelen me këmbë, edhe të na tall. Si del ai taulan balla atje edhe thot që disa mbeturina duan të bëjnë përçarje të parlamentit. Thot mbeturina njerëzit që dalën e protestojnë, ata njerëzit që i paguajnë rrogën. Ti taulantit edhe të gjithë taulant ka vetë të tjerë që ka ky parlamenti. Nuk e di as po kam parë ndonjëherë në jetën time në një shtet tjetër nga parlamentare politikan të shahet populli, sepse sigur të kesh bërë minimalen, të kesh studiuar komunikim si deputet, si parlamentar, që besoj e ke për detyrë deri diku, sepse ti merresh me raportet e brendshme të shtetit, me raportet e jashtme të shtetit, duhet të kesh studiuar komunikim deri diku. Një njeri që ka studiuar këto gjërat, është e sigurt që nuk ofendon popullin e vet, nuk e fyen atë. Këta tonit nuk e di as po kanë mbaruar shkollën e mesme realisht. Edhe me gjërat që thonë, me mënyrën se si sillen në këtë situatë krizeje, kuptoj që nuk janë të përgatitur për asgjë. Janë më të
përgatitur të japën përgjigje influencerat atyre se sa ata influencerave. Do të thënë influencerat janë edhe mençur, bëjnë edhe ironi, bëjnë edhe humor, japën edhe informacion mes të gjithë kësaj. Ndërsa ata parlamentarët që fyn nga influencerat, përgjigjet që kanë janë: ti je e rrugëve, ti je palar. Nuk din minimalisht të japën një përgjigje vërtet të mençur që t'ja mbyll gojën tjetrit. Nuk e di si ka mundësi të jenë atje gjithë ata të mbledhur realisht. Buri është këtu. Parkimi i aeroportit është jashtë, edhe këtu kemi makinën. Nëse e bukur që është, e ngjutse dhe lezetshme, ka edhe LED, ka edhe një vrum vrum që ta kthesh këtë, ja, vrum vrum. Shumë nice. I like very much. Shumë bukur dukesh. Kështu të shkojnë makinat e reja. Rotat e kësaj makinës janë sa makina ime thuajse. Thoni mashallah për makinën, mos e marrëm sysh. Unë bëra edhe check-inin. Halles që u nisëm herët se sot e diel tha mund të ketë trafik rrugës nga njerëzit që do shkojnë në plazh. Po nuk ishte trafik rrugës, kështu që më duhet të rrit të pres 2 orë të mira këtu te gate-i, edhe urej kur jam vete duhet të pres te gate. Shqyr zotit gjeta një cep këtu ulem, është plot me njerëz sot. Kam vënë kufjet e mia, po shkarikoj podcaste për të dëgjuar në aeroplan, edhe në aeroplan më kanë ulur në mes, sikur të vjen një keqe, të vinë të gjitha bashkë. Edhe të bëj durim, sepse sapo të arrim, do shoh motrushkën e mamkën e babkën, ndaj jam së hapi. Familja unë blok, edhe sa po erdhëm direkt për drek, sepse na ka vajtur ora e drekës me sufllaqe. Ja, ka që dua unë këtë jetë. Jam e lumtur. Motra mirë je? Mirjem, po më haj. Atë ke qenë motra, ju bëft mirë. E vërteta që është bërë darkë, por unë shijova ditën time me prindrit, edhe tani jemi mbledhur disa nga kushërirët, ata që mundeshim lart te Taraca, te shpajs ton, që të rim pak të gjithë bashkë të çeshë. Kështu që ishim pushim, po më duket po vjen një tjetër kushërirë. Hello. Ja së Marina kjo. Këta kanë marrë të gjithë këtu burgers, ta hajnë burgers me hell, burgers. Unë me Marinën po presim ëmbëlsirat, se ne jemi të ëmbëlsirave. Mirëmëngjes. Po nga dita tjetër. Kush nuk ju bëri fare vlog de, that would be me. Por si ju thash kisha se një vit që nuk vij në Greqi, edhe unë si njeri kisha nevojë ta shijoj. Edhe kur e shijon detyrimisht nuk e mendon kameran, nuk e mendon kontenti. Kështu që nuk ju bëra fare kontent dje, por jam e sigurt që më stra kuptoni në këtë pjesë. Sidomos ju që më ndiqni edhe jeni vetë emigrant. Një ditë e re, u zgjova vonë, nuk e di sa muaj a vite kam të zgjem në orën 10 të mëngjesit. Është 10 të mëngjesit njerëz 10. Unë zgjem në këtë orë vetëm po të kemi ndonjë rast që kam dentur gjithë natën zgjuar do një dasëm do një gjë e do zgjem në këtë orë. Normalisht nuk zgjem kaq vonë. Motra ime e zgjuar para meje, ka ikur në palestër. Sa të shkoj edhe unë, por ishte me pagesë tipi diçka 15-20 euro dita. Unë gjë pagova muajin tim te palestra në Itali. Paguaj edhe këtu me ditë, nuk ja vlen. Kështu që thash motra di çfarë ti, shko. Na që po të pret motra në shtëpi. Qova unë kuriozat se edhe bëri zhurmë, më bë gati njërin tjetër. E thash, "Ok, ka ardhur ora të çojmë." Më pas ka zënë gjumi pa e kuptuar, sepse unë ndjeva që u çova. Por mëse kuptoj nuk që nga më çuar. Lash realisht. Na, nuk më thashë, të zgjeshë më herët ç'do bëj? Ku po shkon? Çfarë punë ke? Nuk ka rënë trupin në qetësi edhe truri. Kjo është më e rëndësishme. Ka rënë truri në qetësi. Prandaj flet. Se në shtëpi them duhet të bëj punë, duhet të gatoj që do vi Klajdi për drek. Mendoj lushkëm që them duhet të dal të bëj nevojat e veta, ta haj mëngjesin e vet njërin tjetër. Ti e do ndjekësh rutinën? Kemi pafund opsione për mëngjes. Dje në darkë, porosita gata mançarllaku im një vafla. Nuk e hangra kur e porosita. Me hypi nepsi në orën 1 të darkës edhe erdha hangra. Na ka bërë këtu mami dje portokallopita, por kjo ka shumë shurup për mëngjes. Kështu që do e hanga dreka. Dhe tani për mëngjes do shkoj me diçka më të thjeshtë, jo të shëndetshme, fare të shëndetshme. S'ka. I shkruaj të Marinës se më tha që ka pushim këtë javë. Thash, "Je zgjuar, je për kafe." Edhe po vjen. Kështu që mos e pi kafen vetë. Mblodha pak fytyrën, po kërkoj rroba të ndrojmë, sepse kjo që kam veshur është një bluzë që është në numër ekstra largja, nuk e di çfarë. Ka 13 vrima sipër, po gjëja më e rehatshme për të ndentur në shtëpi. Alleja që kur nuk është montrej me këtu, nuk e di çfarë rroba ti marr, nuk e di ku i ka. Me thënë një pal pantallona të lehtë ka right now. E këtu po shoh fustanka e fund ka. Dhe shumë rroba banjo, shumë rroba banjo. Po më qahesh para një javë që s'ka rroba banjo. Të bërë keq për rroba banjo të reja. Razilia, po nuk e di po është Marina apo motra ime. Po motra ime do kishte Chelsea. Koleksioni me lule që vjen mami edhe te hyrja e shtëpisë. Let's see. Është Marina. Oh, hello. Erdi bukurosha motras. Shkojnë këtë goca sa e stërvitur. Shkojnë këtë qa bisheje. Se thash të vish me mua s'desh. Po s'desha të paguaj. Po më thash, paguaj gjysma. Po aty është buxheti. Tani mbas të timit që bëra gjysmat mundem të paguaj. Pastaj më shumë. Dik të idhura në plera motra për një ditë. Do kthejmë në Itali do stërvitem prap. E mirë kafja. Po, shumë mirë. Ore. Po tu vesha unë si përfundim, se ju thash do zbres të marr kafe, po porositem kafe në shtëpi. Marina iku, unë duhet të fshi pak klurat në sallon, më tha mami. E kaq më ka lënë të bëj si punë, asgjë tjetër. Jam
realisht me pushime, edhe në restorant në hotel me 5 hyje mos ju them. Motra ime duhet të lexoj sepse jep një provim, por tani është një fazë po bën prokrastinate jetën e vet, nuk po lexon, por i një telefon. Pastaj më thotë, "Oh, motra jam stresuar, unë jam stresuar. Duhet të bëj kështu, duhet të bëj ashtu." Jam e stresuar, i stresis më le të lexoj. Stres apo noizi, motra, duhet të lexosh. Mua po më hajt edhe. Të them në këtë pikë që nuk ka diell sot. U ktheva edhe unë një herë në Athinë, edhe jashtë është vërejtësir. Is this karma? But why? What have I done wrong in my life? Se si më duket kur vi në një shtëpi që nuk kanë qenë me 3 kg lesh, edhe nuk mbushet shtëpia plot me leshe e të duhet ta fshish 3 herë në ditë që të duket e pastër. Faktikisht mbushet edhe kjo shtëpia po me lesh tona. E pyeta Marinën, kur do na martohet të na bëjë një dasëm se na ka marr malli, të shkojmë të bëjmë hopa ai. Tani juve tani, ta harxoj tjetri gjithë ato lekë që të bëj dasëm që të kërcejmë neve. Turën e morëm te Louvri, kur vajtëm në Paris të gjithë bashkë me familjen, edhe i blevi mami kornizën shumë të bukur, e ka varur këtë, më pëlqen realisht tepër, plus që shkon shumë me ambazhurin që kemi në sallon, dhe pyetje për të gjithë shqipot që po më ndjekën. Kan ose kanë patur në një pikë të jetës të tyre mamat tuaja në shtëpinë e tyre fruta qelçi. Neve kemi akoma që kjo është edhe nice estetik, se ka të tjera që janë jeshile, të kuqe, portokalli, po frut qelçi që nuk e kuptoj pse të kesh fruta qelçi në shtëpi, për çfarë të duhet, të tregosh çfarë, se të zbukurosh shtëpinë me fruta. Mund të kesh thjesht fruta normale, apo pse dikur nuk kishin lek njerëzit për fruta, po dikur njerëzit i mbillnin me duart e tyre si s'kishin lek për fruta. Po nejse, më shkruani pak në komentet, keni edhe juve në shtëpi tuaja fruta qelçi? Shife sa lexon goca motrët. Edhe bukur edhe mençur. Mund të është mos tallesh me mua. Kush tallet me ty është i tallur. Shko vazhdo me punët si. Mbarova kaq kisha. Tani nuk kam me çat më. Bëra dush, desha të laj flokët që dje faktikisht, edhe jam ulur në kuzhinë sepse dje në darkë veri mami, juvarllaqja. Tani kjo është si një gjell, le të themi, me qoftë ka. Ka oriz, ka karota, ka patate, ka shumë erza të mira, që mua më pëlqejnë erzat të ushqimi im. I kishte kërkuar Eleana mami ta bëj javën e kaluar, e dëgjova unë bëj kur të vi edhe unë se më hajt edhe mua. Mirë do ishte të ja bëj edhe unë vetes, por do do të rish të merresh atje me orë. Edhe unë këtë pjesë e urejt e gatimit, sidomos tani në verë. Domethënë se e ke bërë kaq vjet që je në Itali, në dimër. Jo, kështu që mbase justifikime. Nuk kemi bukë. Më kujtova shumë vonë, duhet të kujtohesh para se të hyj të lajm. Do i hapa bukë. Çfarë t'ju them? Kam edhe limon brenda. Mbase duhet të shtoj pak feta, por se kam ngrënë laktozë do ditë. Edhe di kur erdha ngra xaxhiki, ha ngraj edhe feta për darkë. Edhe para dje vajte me Klajdin, ta hanim gnocchi të xhel edhe e shoqëroj gjithmonë me djath. Stomaku im nuk është shumë mirë tani. Realisht nuk do desha ta përkaqësoj, nuk është momenti që ta testoj, ta vë në provë. Edhe çoftja, nuk është bërë si çoftja që vëmë në furrë ose në tigan. Ka edhe oriz brenda, edhe zihet direkt në tenxhere. Inshallah ma thot truri një ditë ta bëj, e t'ju tregoj juve recetën se është shumë e mirë edhe për fëmijët tuaj do ishte shumë e mirë kjo. Erdha në supermarket sepse desha të marr këtë gjë këtu. Do ju tregoj pastaj në shtëpi. Mua më pëlqen tepër, vetëm unë e haj në shtëpinë tonë këtë gjë këtu. Edhe është një ëmbëlsirë tradicionale verore greke. Nuk besoj që ekziston diku tjetër në botë diçka e këtillë. Ketula këtu po merret me të dashurat e veta lulka, që sa shkon edhe i shton, edhe mbledh, edhe i ngrihen e nervat kur si dalën. Penjat e reja e kleçkat e reja, kam mbledhur këtu vendin bu. E më thot merri dhe ti bëje kështu. Po s'kam vend edhe. Ti mbledh e jetë. Do provojmë këtë tani. Sa herë të mirë që mba, kam shumë vite pa ngrënë. E kam frikë mos e ha tani e thema nuk është aq e mirë. Se kisha të trurim. Do një gotë ujë të ftohtë. Është kështu shumë fluffy kjo gjaja këtu, si t'ja usjarë. E shikoni konsistencën pak a shumë. Nuk e di si ta sjarë, si çimçakis. E marrëm lugën, e zhysim të ujiti i ftohtë. Mund të shton edhe akull te ujiti. Edhe tani hajt. Te ujiti, te ujë. Te ujë. I like. Nuk i vjet luga që të mos të ngjitet. Edhe ka shetë ndryshme. Unë mora mastiha, që kjo mastiha prodhohet në këtë ishullin e Greqisë Chios, prandaj është partikolare, por nuk është për të gjithë, nuk do i pëlqej të gjithëve. Gjithsesi mund ta gjeni në shi vanilja për shembull. Dhe ajo është shumë e mirë. Por po doni diçka më tradicionale është kjo. Unë do kthem 5 kg sipër në Itali. Vetëm budallalliqe pa, portokalopita, vafla, mastiha, çokollata ka marr babi aty ka mbushur. Do, se nuk është e keqe. Nuk i pëlqen fare mamit. Nuk e di kush është strano, unë apo Keta. Keta kupton nga shi, ti nuk di nga shi. Po t'ishte vanilja do të pëlqente. Një tjetër ditë, sepse ky vlogu nuk do jetë shumë i rregull. Nuk është fare i rregull. Fare, dodhemi te makina e David, i cili po na çon në The Mall, që është një qendër tregtare. Te motra ime don të blej diçka. Edhe thash un tani, me që motra ime don të blej diçka, edhe kanë dalë ulje. Mos shkoj edhe un me atë, se mbase do dua edhe un të blej diçka, a mund të dyja të blejmë nga diçka? Edhe erdha. Unë desha them që kur dëgjoj që jemi te makina e David, më dëgjohet sikur është gabim, sikur duhet të themi te makina i David. Më dëgjohet sikur David
është femër, kur themi te makina e David. Duhet të them që unë sot dash provimin tim të fundit për Beharin, se filloj pastaj prap në shtator, jo që kam shumë kohë, po të paktën me iku stresi që kisha dje e par dje, tani ndiem një person i lumtur që mundet të gëzoj jetën edhe të mos ketë në mendje gjithkohë që duhet të lexoj dhe të kaloj mësime. Ndërkohë sot që un jam qetësuar, motra ime është pak me nerva, nga mëngjesi, ka ndodhur me nerva. Ka ndodhur disa gjëra jo shumë të mira që nuk mundet t'ja u thot këtu në vlog. Mundem të gëzojmë jetën tonë. Njëherë do jem unë me nerva, njëherë do jetë motra me nerva. Me neva. Po tani që do bëjmë shopping, do shkojnë të gjitha më mirë. Unë dua të blej një dhuratë për Davin. Davi do ri jashtë që të mos shikoj çfarë dhuratë do jetë ajo që do marr unë, sepse kemi aniversarium për vjetorin ton. Se është surprizë. Po ti dhuratën time e di. Po unë e di tënden, po ti nuk ke nevojë pse të dish timen. Filluam me Massimo Dutti, që ti marrëm dhuratën me David. Ka shumë rroba të bukura burrësh këtu ai lej. Ka një xhaket elegante 130 euro me ulje. Pak shtrenjtë. And of course Zara. Më pëlqen ky fundi si ngjyra, si material, po do desha të jetë asimetrik. Jam fiksuar tani me asimetrik në përgjithësi dhe disi më prish punët e syrit që e shoh drejt. Mbase nuk bleva rroba sot, po bleva diçka shumë të rëndësishme, librin tim të dytë Dostojevskit. Mora Vllezërit Karamazov, që edhe kjo është një nga librat më të famshëm edhe më të bukur që ka shkruar edhe që duhet lexuar. Janë diku te 1000 faqe. Do jetë i vështirë, por jam e sigurt që do kaloj shumë bukur edhe kam një shok të ri për muajt në vazhdim. Jam shumë e lumtur. 35 euro kushtonte njerëz, 35-80. Kishte shumë trafik. U vonuam me kasën makina kish fare. Plus nuk kam ngrënë drek, ndërsa motra si bëra kuskus se më dhimbs. Vetëm për këtë ta bëra, s'kam për të ta bërë më. Me gjithë këtë stresin që kalova, nuk meritoja një... Ta bëra. Faleminderit. Ke filluar bën vlog si motra jote. Po më filloj po bëj vlog me telefon. Ban pak shtrenjtë për tani jam. Jo re, mire. E shiko këtu të nxjerr po është drejt apo jo? E shikon këtë vjen? Komshia jonë ndërkohë e kishte nxjerrë që ta hidhte tek lavatriçën, tani ka kaluar në fazë dekori. Qendro sipër edhe lule. Move gold 200% thot. Po doni të humbas në kile, shkoni për shopping. O, pa një gocë e bukur këtu? Edhe në shtëpi na ka përgatitur mami petanik me djath, me gjiz, nuk jam shumë e sigurt, po është diçka me brume e me laktozë. Ajo që unë në përgjithësi do desha idealisht të haja mëngjes drek dark në jetë. Vrum e motra, vrumis. Sevëm në shtëpi, dentëm pak. Po shkojmë nga tezet e uta. Do mblidhemi përsëri të gjithë kushurinë. Vajtë morëm snacks. Do mblidhemi sot sepse Marina këta bëj një udhëtim, nuk do jetë ditët e tjera. I tham hajde mblidhemi sot, të luajmë, të bullizojmë, të qeshëm, të çajmë. Plus unë nuk e kam parë shtëpinë e re të tezes. Kur e ka bler tezja atë shtëpinë e ka hyrë, unë nuk kam qenë fare këtu në Athinë. Dëgjoj të Lunica deri këtu poshtë që kur i Ramziles. Si ti bordë? A mendova që mbyllesh e vetre. E lash derën hapur unë. Edhe ika. Si zonjë. Kush është këro muja gjia këtë? Ja së Luna. Si shikoni truket ka mësuar të reja Luna tani. Oh, Lunica ime bukur ti. Brava Lunica ime bukur. Po presëm të tjerët sepse gjithmonë themi do takohemi në 8:30 e mblidhemi në orën 10. Edhe derisa të vinë të tjerët ne po shohëm të porosishëm diçka tajm, por shiqëm çfarë ishte kjo? Sushi po shohëm. Plus do luajmë të lojën këtu, që ishte era parë herën e kaluar që takuam me Lojta. Nice. Ka edhe freski këtu, frym pakera, është bukur. Shikoni sa mbazhur të bukur ka vendesja jashtë. Është kështu me guac kadeti. Të shohëm tani kush do fitoj. Lojra burash, ky këtu merr proteina. Ai shkon në ndërtime punon. Kur i shon më shtende thot Geri. Bravo që ndërtimi. Po kjo long champi këtu është origjinale. Marina, ke nerva. Po janë ngritur nerva. T'janë ngritur nerva. Pak me lojën. Si ndihesh që të ka bërë thirrje në dis Marina? Marina është idiote. Si ndihesh që të tha idiote? Pri, se nuk mundem të flas kështu para kamerës. Nuk mundem të përgjigjem sepse thjesht po pres të mbaroj kjo loja. Ti besh në fund të lojës me vepra. Bravo Marina. Si ndihesh që gruaja jote është kaq burrnesh? Broma, kemi probleme bashkë. E ka kapur keq edhe Manueli me Marinën, kështu që ka bif me 2 veta. Si nena të diko mu? E mbyllëm lojën orën 12 e ca të darkës, çunat fituan. Nuk na nderovi as Marina, as Angela, as Eleana, as njëri. Eleana po kërkon parkim, unë i thash më lërë në shtëpi se kam nevojë të ikë në banjë tani. Edhe them diku këtu t'ju mbyll sa do shkurtër që të jetë ky vlogu, sepse unë do shijoj shumë, nuk dua të flasë në shtëpi të zyrë prindë, kështu që ne të shijojmë si gjithmonë. Deri te radhës.